31 gusht 2033. Atëherë, e mërkur. 31 gusht 2033, shohim nga grafika që konfirmon e mërkur. Shumë të mërkura na dolen. 32 prill 2030, jo bëj shaka, jo. Është 1 prill 2030. E hën. Në ditën e gënjeshtrave. Dita e gënjeshtrave është e hënë? Po, është e hënë, po. Okej, e hënë, miq. Ai që ekziston dhe po na verbon me shkëlqimin e fustanit, Lidina Çelo. Lidina i dashur, la ert ka lindur në 9 shkurt. Kaq. Apo duhet të thënë. Jo. Çfarë dite do e ketë ditën e Lidina nëse larg qof nafton për shembull vit tjetër? Do të thënë në 9 shkurt të 2026-s. Varet si do sillesh. E hën. E hën, apo ditën e hënën? E hën. Okej. E shtyt të dielën. Do duhet ta konfirmojmë që në fakt e hën miq, është e hën.